Deri më tash kam vizituar ferma të ndryshme me personazhe të ndryshme ku më kanë treguar për mënyrën e jetesës së tyre dhe kujdesin ndaj kafshëve që i kanë. E unë sot ndodhem në fermën e familjes Muja, ku kjo fermë përmban gjithsej 1200 dele dhe 1100 qingja. Por si shkon procesi krejt në këtë fermë, e kuptojmë në vazhdimsi. Pra tash do shkojmë të takojmë pronarin e kësaj ferme që është të mprit atje, edhe do i shohim në vazhdimsi se çka ka më treguaj për këtë fermë. Të Triberata e lodh, përshëndetje. Faleminderit shumë që keni pranu. Edhe faleminderit shumë. Spari du më tregu se do më thonë ketu përgatit ushimin për delet. Po, tash na jemi të jaqit të gjine për me tufë spar plejave. Si pike e parë sejti filloj me të gjit, mena. Ishin e juve tash procedura si kanë me shkullu këtu. Po. Kemi më qitë do më vanë prej shtallës, të vish kanë nëmër të gjinëve. Kemi shkullu kusht, janë qenxat kusht. Ishem qenxat, do më delet e anë të gjinëve dalin fush. Po e shoh që ka një sipërfaqe shumë të madhe dhe tregom sa shtalla janë gjithsej. Na si fermë vëllezrit mia. Po. Na këtu i kemi 4 shtalla këtu. Po na ja 3 kilometra do më menaxhurit, kemi ja 400 dele. Do më thënë ju familjarisht merrni me këtë. Si familja mia, la mia natë. Që sa vite merrni? Po që 5 deri. Baba lartë të unë, në të kemi pas pak, ju dini lufta është. Po. Mas luftës na kemi gjithë kura e gjallë të unë, dhe më këtë me vitet tonë, me punën tonë, mas luftës kemi arrit dhe. Okej, atëherë po fillojmë na, edhe besoj... Tregova që shkën procedurat, kjo është tufa parë ka me dalë, keni me po vetë ju në vazhdim, keni me që do tufa parë ka me dalë, tufa dytë ka me dalë, tufa dytë, do më këtë delet që tu ka me, plus i kemi janë 100 dele mrena, po ta nuk dalin jashtë, do më kemi mbyllën janë kanë pjellërisht, nuk i qesim, do më basë dhidja ta i qesim gradual, po keni me pas si shkën procedura tash. Hajde, po vazhdojmë. Është e fryera, sa dukon. Po. Punën besoj që puna nuk ndalet, edhe pse... Puna nuk ndalet. Puna du të punuar. Do më në këtu për tash ka dalin janë dikurov 400 dilet ka dalin, që ka qëta gjimë. Do më në 200 diçka kilo në herë që kjo tufë. Po. Do më këtë tufët janë 1200 kilo të gjia në ditë dhe më. Edhe ashtë do më thonë krejt bio që e bëni ju vetë apo e bleni? Jo, një pjesë e bëjmë. Po. Do më në grunën e bëjmë me tukë, jo një këtë komplet, por janë 80% të gjisë e bëjmë vetë. Po. Krunët në thuna hime, këtë krunët i blejmë. Po dhe kalambuqin misrin e blej. Po. Edhe i përzim. Po. Po grunë kalambuq edhe këmë me të përzinë. Është e fryera, pak do s'kem të shkar bajnë. Tash punën e ta gjisë, na e kujtëm tash kemi me me në atjet që i vdele jashtë. Okej. Tash vazhdojmë të besoj të puna ma e mirë, kur i shohim delet. Pjesa një ardel 2 tufa? Jo, kjo është një tufë, po i qesim 2-2. Po, okej. Se për me dalë me një derë, është shumë problem, se storohën. E tash kjo do më 400 dele janë këtu, dalin 2-2. Tash ishin e procedurat jo, tash dalin në kodreni këtu. Të Triberal, po tregom tash se sa harxhohet misri, do më thonë kur dalin shtëm tufa. Që në llogaritin do mund për një sezon, sezon me dimit për 4 muaj ditë, harxojmë vetëm për dele dikur 150 ton të argjit.
Do më ditë na shkojnë dikur 1200-1300 kg. Nisër, gru dhe kimja, krune si dhuna. Në një sezon a gjemë dikur 150 tonë. Vetëm për dele, plus qenjë ato, e kanë koncentratën e kanë dikur 220-30 tonë për një sezon. Kinjave. Po sa është Plus barin e gjejmë, barin dikur në e thonë ka 10.000 dullë, do më 60 balla, dhe 7 balla në ditë, mrena ditës e gjejmë. Sa është lodhje, do më thanë, kur do të zisa veta, se që bashkë në që do të ujtë me gajtë të fanë. Që tash dimit janë procedurat më të rënda, pak, se është pjellja, është ushqimin me do më çdo sanë lypin mazë. Kurse verës është pak më lehtë. E dimit ka lodhje, po lodhja na thonë është për blejet. Është blejet se kjo është pasuni. Lodhja mbrëmja arrohet, po është lodhje e madhe. Se është e pjellën, para sezonën e dimit se tunat me 15 janar pjellën e pjellë. E tash pjellën 800 copa tele, me në 10 ditë dhe kjo është punë. Është punë, po është sukses. Se është përgjësi e madhe. Mrena ditës neve ka pas rast ku na kanë pjellë dhe 130 copa dele. Aty ka, ka 2, aty du shumë punë, duhet shumë punë, se tash për fat mirë dalin jashtë. Ta gjinë dalin jashtë, kurse dimit çdo sanë mrena, me ta gji, me bar, me ujë, këtë mrena. Ta gjia bar ju nuk është zhangë, është e majtë nga kingjave. Kingji vogël, sa të le, dush me majtë, e arën nana, dush mi da sega, po tash u kry. Që kjo shtalla, shini kjo shtalla këtu. Tu komplet ka pas 100 boksa. Metre me metre, 100 dele në konë, këtë ka dy, e tuna me binaf, me këtë kingja. Ati vë dëshmi qitë, ta gjinë, barin, majtën, ujnë, këtë mena. Kurse tash, për fat mirë, kanë dalë, ishin e tuf, qenjat një rritë. Tash, nga kemi me vazhdu me shku të tuf apare qenjave poshtë. Procedura dytë ishin edhe ju mera. Tash e të shkem të qenjat poshtë. Tregam tash që sa kanë lind këta, që sa mujsh janë? Këta kingjat dikur 2 muj kanë, me 15 janar kanë lind, alo 2 muj nuk e kanë. Këtu janë 400 kingja. Tash për momentin jemi t'ju qitë e kanë përzi, koncentrat me elbja që isim, ja përzi me të shonë. Sa lypin kujdes tash qingjat prej delev? Po këta kingjat e lypin kujdesin më veçantë për deleve, lypin një trajtim më të mirë, lypin me pas ta drithin më të pastër, më kalorik, ujin më të pastër që ishini ku i kanë ujin atje. Bajnë, çdo san për kingjat është qëtër trajtim, trajtimi pak më të mirë ka kingjat se duhet në përgatitë edhe për pazar, se këta ja 3 javë një muj duhet mi shitë. Apo? Po me të parin prill, 5 dhe me 10 prill, fillojmë shitin e kingjave na. Po, do më thanë, a ka edhe proceset mjekësore që vinë, do më thanë, për vaksina? Proceset mjekësore të këta e kemi kry. Po. Do më vaksinimi i kingjave bënd, ku të lindin kingjave, dhe 2 javë mas lindjes kingjave bënd, do më vaksinimi 2 herë kemi vaksinu, tash nuk ka nevoj për vaksina. Do më vaksinimin e kingjave kemi kry ku kanë lindë, dhe mas e gjithë lindin kry procedura vaksinimit. Tash nuk ka vaksinim të kingjat. Edhe asnjëherë nuk i përzini me dele, do të thonë këta kanë pjesën e veçantë vetë. Jo, do të thonë gjatë kohës kur dhënt janë mrena, janë do të thonë ishin e këtë gardën, ky gardë i lirohet edhe flen qingja dhënë do të thonë mrena krejt. Po. Tash dhënt kanë dalë jashtë, në aty kingjat i dajmë shkaki për me ngrënë, do të thonë kanë për mismana, do të thonë kanë rrinë veç. Tregom tash se pjesa e punëtorëve, do të thonë ju merrni veç familjarisht apo keni edhe punëtorë? Jo, na jemi si familje. Zakonisht verës e marrim një punëtor ose 2, me sezona, 3 muj, dhe në 4 muj, kurse dimit i krymë vetë. Si familje na mirë, 4 vëllezër mirë na, plus i kemi adjente tonë, komplet familje. S'ka nevoj për punëtor? Jo, a verës, ku dalim bjeshk atje, i marrim me familjen me veti.
Jo verës, keni me dalë atje me banin qizim, alo ma mirë, ma bukur del, atje dalim na me familjen më, në marrë grunë të me, vlodhe marrë grunë e vetë, edhe dalim me familje, kemi stanat atje, kemi do mënë këtë me salare, thona, me... Po, do më thanë përveç juve mashkuj, punojnë edhe gratë? Po, gratë, do mënë, gratë e bëjnë përpunimin e djathit, se na, për fatë mirë, na bëjnë bjathë shumë. Dikur edhe 7.000 kg në sezon bëjmë. Po, cila kohë është e... Po, dëmo sezona djathit na, dëmo me 15 maj dalim bjeshk. 15 maj, dëmo në fund e shtatorit, dykur 5 muaj i bjen bjeshk. Po 4 muaj ditë kemi djath. Dëmo, djath sharit. Po, a shetni tani? Po, e shesim, e kemi na... Po tash, nuk e kemi me porësia, dëmo, nuk kemi në treg, dëmo, vinë e marrë dëshmije. Kanë dalë tash telefonat, kanë dalë me porësia kemi gjithë shka. Atëherë, qëka kena me bo në vazhdimësi? Vazhdimësi tash, procedura e kësaj shtallës u kry. Po. Tash, tufa që ka është jashtë kemi për cilë për në fush, tufën e dytë kemi me qitë. Dëmë në njëta po, në tonë, në tufën e dytë kemi, në e thonë, në janë 250 dele me nga 2 kingja. Apo? Ata janë pak më ndryshe, me nga 2 kingja, nuk jemë, këta janë me nga 1 kingjë tu. Të në dëmën 400 dele, 400 kingja, kurse në tonë, në janë 250 dele, 500 kingja. Dëmën me nga 2 janë atë. Tash kemi dalë me po procedurë. Po, edhe dëmë thanë shkon procedura e njëjtë, me ushqim, me krejt? Të ushqimi pak ndryshon, sa ta janë me nga 2 kingja, dëmën pak ma tepër, si nga ta gjia, si nga bari janë pak ma tepër, dëmën. Një të ma të mire kanë. Po kështë dita fillan prej orës 6? Zakonisht na në 6 vinjat e shtalla. Dëmën vinjat e shtalla e pim kaj kafe më mëngjes. 3 ta, në i gjevek në e thona në sanë, në 7 edhe 15 fillajmë punës. Deri ora 10, dëmën procedura para ditës kryet prej në 7 dhe në 10. Dhe në 10 e gjysë, mas shumë të një mëhet. Dëmën një mëhet dhe në 12 e kemi një farë pauze, një orë gjysë. Dëmën 12 e gjysë një fillon, dëmën ndërimi pas ditës. Dëmën fillajmë për pas ditë e mbyshi për mbrëmje në thona. Më prej tash deri mbrëmje tash fillajmë tuf. Ti që dëmën jashtë e ti shuhe. Kurse mbrëmje ku të vind delat në 5 ora, këtë gradën e shini ju e kemi ngajmë nalë, kinja që kemi pjetë, jashtë i mbarin e mbyllën, kjo procedurë e dele. Më thanë në ora sa përfundan krejtë? Po tash dita o rritë, do mënë 5 e gjysë në 6. 5 e gjysë mbrëmje vind delet këtu, në 6 ora i mbyllët gjësan të kryet. Tash na kemi dalë jashtë, kemi për cilë tufën anë, kemi tufën tjetër në dele. Tash të këtë tufën e për cilën del në fush, do më del në kullot. Do më nderin 5 e gjysë ke del rrinë kullot. A i për cilën na i kush arën me ta? Jo, po shkon djali. Po shkon. Gjdo tufë ka, na i thona që banën e vetë. Po. Tash kjo tufë ka një që banë del në fush, do më e për cilën tash i mbyllim dyret edhe përgatitna për tufën e dytë, do më me qitë jashtë. Tash na i pam, do më thamë pjesën e dytë, tufën e dytë, se që shkon e njëjta procedurë, edhe të qingjat atë, po të regam për pjesën e vaksinimit. Qëfar vaksina marrin, edhe a ka ndodhur, do më thamë, ai problem, a janë smu, edhe kush kujdeset? Po, të vaksinat në përdorin, do mënë, 3 vaksina përdorin, të thonë. Do mënë vjeshtë e përdorin, 4 vaksina pak. Vjeshtë e përdorin, në e thona, do mënë Gjeponin e brymës, edhe Gjeponin e ikërit. Po tash, do të thonë të pas parasysh është një sipërfaqe shumë e madhe, edhe shtalla shumë, harxime shumë, po a keni ndihmesa prej shtetit? Po shteti nive na subvencionon 25 herë kreditë në plus komuna na e 5 herë, do më 30 herë kreditës na subvencionon. Do më prej shtetit, prej qeverisë e prej komunës i marrë. Po tash po fat mirë edhe prej tukave na kemi subvencionuar. Si jetën e kam 23 hektarë grunë, në tuka është e subvencionuar. Do më thonë është mjaftueshme, a duhet halem ma shumë ndihmë dhënë? Qyre, për femert kur nuk është e mjaftueshme, lypat shumë e ma shumë.
Se femrat I kanë allat e veta, I kanë domon problem. Domon shteti duhet me pas, si të them, një trajtim ose një shikueshmëri më të madhe ndaj femrave domon. Duhet me pas një përkrahje më të madhe. Po, du më thënë që sa vite du të merrni, a ka pas një moment kur kemi thënë po dërzohemi se nuk ka nashta mjaftueshëm? Ja, na kur nuk kemi dërzu, na jemi koncentruar. Edhe pse na kemi pas Allah vështërsi më të madhe. Problemi na kemi pas luftën, para luftës. Domthon neve na ka vrarë shkavi, na ka domthon kur kemi shkuar në Shqipëri natë në kohën e luftës, na kemi lënë 400 dele. Edhe 400 kinja, domthon 800 copa I kemi lënë mëshirë të Zotit. Kur mi kthy për luftës as 3 dele, vetëm 60 copa dele kemi gjetë. Cili kish me qenë një mesazh për krejt rinin të e pas parasysh që rinia po ik prej vendit tonë, ama edhe tash këtë pjesën e blegtorisë pelojnë pak si anash, të e pas parasysh që është pak paraqikuese. Po që tash rinia e Kosovës I kanë drejtuar sulm ka perëndimi. Mendoj se perëndim e s'ka, po atje duhet me punu. Njëtë është. Unë e kishëm bon një apel të rinia mos t'i kemë. Edhe këtu ka punë, edhe këtu ka jetë, edhe këtu punohet, edhe këtu jetohet. Domthon, sheh, për 1200-300 dele, kjo është pasuni komplet. Domthon këtë parë është. Po tash rinia ju na kanë ditë ngryvet e s'ka. Na I kemi rini, këtë punë kemi, domthon me fakultete, me shkolla, po janë punë vet. Nuk e di unë, nuk ka më mirë, domthon, më lezet se me të punë punë tonë. Rinia jo, unë kam qenë ngryvet. Unë kam qenë 5 vite ngryvet. Edhe kum lan ngryvet kum marr punë vet. Se kum pa që janë ngryvet janë hera. Hera. Dhe je larg familjes, je larg gjithë fatë, domthon, je ngryvet çari. Unë për me një me tam kishëm preferu rinia me në Kosovë. Edhe mu merr me çfarë do punë nëse te ke fundit nuk jo, në Kosovë du marr me çdo punë, po tash rinia Kosovë nuk mund marr çdo kush me blegtori, dikush me blegtori, dikush me punë tjetër, dikush me tash kanë dalë fakultetet, kanë dalë, domthon Kosova gjithçka kërkohet në Kosovë, domthon. Nuk ka doktor, nuk ka infermier, nuk ka punëtor, nuk domthon çdo sa kërkohet. Unë falenderoj shumë. Falenderoj juve për edhe shpresoj që kena marrë edhe të pjesa në Lezhë kur shkojnë atje. Patjetër. Edhe procesin e djathit. Patjetër, ju presim. Faleminderit shumë. Jeni të mirëstarën kur tani. Faleminderit. Përmezat e jush. Atëherë na shihemi në ferma të tjera.